si ishte kur i tillë, u faktua, për 700.000 eurosh. Ilir Meta, do t'ja u them ju këtu, pa ardhur kërkesa nga prokuroria, pa ardhur për hetim për imunitet, ka dhënë dorëheqje nga zëvendës kryeministër dhe ka heqë dorë nga imuniteti. Ka heqë dorë nga imuniteti. Në atë kohë, prokurore ishte Ina Rama. Ishte Ina Rama. Dhe në rastin tjetër para Ilir Mec, Fatmir Mediu, ka dhënë dorëheqjen dhe heqjen e imunitetit. Lulzim Basha ka dorëzuar imunitetin. Ndërsa Lubi Balluku as nuk jep dorëheqjen, as nuk shkarkohet, si të shkarkova unë Ilir Usmailin. Po, absolutisht, ju them ju, me dokumenta. Tjetër punë se në një akt njerëzie, unë njoftua si dorëheqje. Jo, nuk ishte dorëheqje. Jo, nuk ishte dorëheqje. Sepse i vllai i tij, cilin unë e njihja vllajin e tij, i vllai i tij ishte kryetar i dhomës eksportov ose diçka kësaj natyre. Kishte bërë presion ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgëve për një tender. Dhe kishte kërcënuar atë. Ai e kishte regjistruar. Drejtori ishte njëri i ndershëm vërtet. Dhe e kishte regjistruar. Ku i vllai përmendte ministrin. Dhe ministri, në vend që të denonte vllain e tij, që i kishte përmend emrin, shkarkonte drejtorin se kishte regjistruar. Dhe unë shkarkova ministrin. Dorëheqjen. U ktheva nga jashtë, dorëheqjen i thash. Sigurisht. Ky është standardi normal. Po këto s'mund t'i mohojnë, s'duhet t'i mohojnë. Se nuk shërbejnë. Se urdhë duke mohuar këto, ja ku arritëm. Kryeministër që bën avokatin e ministrit ti. Gjykata kushtetuese është në ditën më të vështirë për shkak të presioneve, kërcënimeve të shumanshme. Deklaroj këtu gjithashtu se sipas disa dhënave për personeli i asaj gjykate janë përdorur për kompromentim edhe video absolutisht të ndaluara për përdorim. Po, për të imponuar dorëheqje, për të imponuar largim. Se tani, me këto regjistrime që bën skapi, mund të ndodhë çdo gjë atyre. Por kjo që u them është e sigurt. A e ka bërë skapi, apo ka ndonjë manjak aty që vën kamera dhe regjistron, ato nuk i diu. Po janë përdorur. Ndaj dhe jam jashtëzakonisht, sepse nuk ka asnjë bazë që ajo çështje të mbahet për shqyrtim. Ajo gjykat nuk refuzoi të shqyrtoj kërkesën e 30 deputetëve në rastin tim, duke thënë në mënyrë antikushtetuese se nuk legjitimohen në një kohë kur një nen i saktë i kushtetues i u jep atyre pikërisht të drejtë. Dhe tani të legjitimoj Edi Ramën për të mbrojtur dosjen e vet.
është ditë e vështirë shumë sot. Shumë ditë e vështirë. Megjithatë, besimi im është tek qytetarë shqiptar. Së fundi, duhet denancoj me forcën më të madhe zëvendësimin e standardeve me lobime korruptive nga Edi Rama. Zëvendësimi i plotësimit kriterëve dhe standardeve me lobime korruptive ka qenë një faktor shkafimtar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Shqipëria dhe shqiptarët kanë paguar çmimin më të lartë në tërë historinë e tyre. Një minutë. Jemi këtu. Jemi këtu, do marrim vetëm këtë javë. Zhvillimet e 10 ditëve të fundit. Asgjë tjetër. Zëvendës kryeministja shndron Këshillin e Ministrave në zyrë avokatie për korrupsionin e saj, në fakt të Ramës, po të saj. S'ka ndodhur kur në Europë, as në histori. Kjo mund ndodh vetëm në regjimet absolutare. Po në këtë hark kohor, Edi Rama kalon amnistin fiskale për të cilën partnerët ndërkombëtar në unison ishin kategorik kundër si një mas që kërcënonte edhe sigurinë e vendeve të tyre. Dhe që duhet pranojmë këtu se brenda një jave Komisioni Evropian ka reaguar 2 herë për këtë mas, për këtë amnisti kundër dhe administrata e Shteteve të Bashkuara. Por Edi Rama nuk pyet. Nuk pyet sepse ka zëvendësuar standardet me lobim korruptiv. Së treti, një proces instaluar prej shumë vitesh u përmbys dje duke rrëmbyer dhe institucionin e fundit që kishte ngelur gjysmë, sepse ajo ka qenë një kandidaturë konsensuale. Zonja Balanca ka qenë një kandidaturë e pranuar nga 2 palë, siç e dini. Megjithatë ne kemi vlerësuar punën. Pra, ky pushtet, kjo grim, ky segment kishte ngelur, refuzoi në mënyrë kategorike zotin Besim Ndregjonaj, refuzoi në mënyrë kategorike zonjën Adriana Kalaja, refuzoi në mënyrë kategorike çdo kandidaturë tjetër të mbështetur nga Partia Demokratike, siç e pat, dhe grabiti opozitën që donte. Opozitën që donte. Në kundërshtim, duke i futur një thik të madhe, një procesi shumë delikat, shumë të vështirë, por që dëshmon se Edi Rama është i gatshëm të shkelmojë çdo gjë. Pra, imagjinoni ju, një person në një hark kohor 10 ditor, nuk po ndalem në zgjedhjen e këtij, në zgjedhjen e kreut të SPKAP-it, sepse edhe përqendrimi aq i lartë i trupit diplomatik në sallën e zgjedhjes lën shumë të dyshohet
se ajo u bë me qëllimin e vetëm për të tamponuar, për të neutralizuar dorën e zezë të Edi Ramës dhe presionet ndaj antarëve të KLP-s. Nuk mund të them, por nuk isha pa ndonjëherë përqendrim të tillë.